Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj zgjodhi Shkodrën për të përkujtuar ditën e alfabetit dhe 117 vjetorin e Kongresit të Manastirit, ku u njësua gjuha shqipe. Fillimisht Begaj u ndal në një vizitë në Bashkinë Shkodër e më pas u drejtua Universitetit Luigjë Gurakuqi. Kreu i shtetit tha se alfabeti dhe Kongresi i Manastirit na frymëzojnë për të ardhmen dhe se pa gjuhë nuk ka komb. Alfabeti ynë dhe unifikimi që ai mundsoi i ka shërbyer zhvillimit të kombit e koezionit mes krajinave, fshatrave, qyteteve e traditave. Ai është mjeti që mundson kulturë e dije, fuqizim të secilit prej nesh dhe fuqizim të vendit tonë të bekuar. Gjuha jonë shqipe është një nga gjuhët më të vjetra të Europës, që i ka mbijetuar pushtimeve, dallimeve dhe përpjekjeve për ta zhdukur. Në ditët e sotme duhet një punë e madhe dhe projekte konkrete për ruajtjen dhe mbrojtjen e gjuhës shqipe, e cila është në rrezik për deformim nga ndikimi i gjuhëve të huaja apo dhe ai teknologjisë, tha Begaj. Sfidat që kemi përpara ne sot janë ato të mbrojtjes e të zhvillimit të dialekteve, e paralelisht me të, mësimit dhe përdorimit korrekt të shqipes në bankat e shkollës, në auditorët e universiteteve, në media dhe rrjetet sociale, po ashtu dhe në institucione. Ditët e sotme janë në rrezik nga një anë prej ndikimit të gjuhëve ndërkombëtare, por dhe nga ana tjetër prej deformimeve që ndodhin nëpërmjet komunikimit digjital. Duhet të bashkëpunojmë dhe të nisim projekte që ndihmojnë shkrimin e kujdesshëm me standardet e gjuhës tonë, përdorimin e mirë të alfabetit tonë, pa e deformuar gjuhën në forma që nuk i përkasin apo e varfërojnë atë. Pas vizitën e tij, presidenti e vijoi në bibliotekën shkencore të Universitetit Luigjë Gurakuqi, si dhe në muzeun e dëshmisë dhe kujtesës.